Universitetin Nëna Tereza në Shkup u zhvillua promovimi i mbledhjes poetike në frymën e qetësisë nga autorja e re Melika Rustemi, studente e vitit të tretë në programin e gjuhës dhe letërsisë angleze. Ngjarje organizuar nga Fakulteti i Shkencave Humane mblodhi staf akademik, student dhe dashamir të letërsisë, duke shndruar promovimin në një moment të rëndësishëm kulturor brenda universitetit. Kisha dashur të lexoj një poezinë time, e cila ishte një ndër poezitë më të para, ku pas vete u shtuan dhe shumë poezi tjera, por kjo poezi filloi me personin më të çmuar të jetës sime, e cila më dha frymë dhe vazhdoi të marr frymë duke e shikuar atë në sy. Këtë poezia kushtoi nënës time. Një grua e fortë, gjithmonë e drejtë, ku më mësove se çfarë më sjell kjo jetë. Të përgatitem e të bëhem e fortë, ku duhet të jem femër e pavarur në këtë botë. Asnjëherë nuk më ka dalluar, edhe pse pa dashje kam ofenduar. Të kërkoj falje sa do të jem gjallë, se nën si ti nuk mundem haku të i dalë. Çdo gjë, gjithmonë ke sakrifikuar, që unë të jem vajza yte më e dalluar. Shpresoj që do të jesh krenare, sepse bia jote një ditë do t'ja dale. Të faleminderoj thellësisht, se ti më do përjetësisht. Më mësove të jem një femër e drejtë, ku dhe bota nuk të tjetë sinqertë. Mustafa Ibrahimi, dekani i Fakultetit të Shkencave Humane dhe redaktor i librit, theksoi vlerën që sjell krijimtaria autores së re në hapësirën letrare shqipe. Ky është një moment i veçantë për universitetin tonë, Universitetin Nëna Tereza dhe për Fakultetin e Shkencave Humane. Autorja e kësaj përmbledhje poetike, Melika Rustemi, është studente e vitit 3 këtu te ne dhe ky është libri i parë pra me titull Në frymën e qetësisë. Normal, studentja duke punuar me vite dhe sidomos në 2-3 vitet e fundit, në kontaktet e shumta që patëm, ajo vërtet sjell një risi duke përzier përvojën, imagjinatën, emocionet dhe vërtet përmbledhja sjell dikun 40 poezi të fushave të ndryshme, pra kemi motive sociale, motive patriotike, motive arsimore, po edhe ato kushtuar familjes e kështu me radhë, vërtet si nismëtare e kësaj këtij rrugtimi poetik, vërtet bëhet fjalë për një vepër që premton dhe për një autore që premton. Po çfarë ndikimi mendoni se kanë vepra të tilla studentore në zhvillimin e letërsisë universitare? Së paku, ne edhe te fjalimi im përmenda një gjë me cilën ne duam të tregojmë se universiteti nuk është vetëm tempull i dijes, nuk është vetëm tempull i arsimimit dhe edukimit, por ne e ndjekim edhe krijimtarinë poetike të autorëve të rinj, të brezit të rinj. Unë mendoj se vlerë më të madhe ka kjo përmbledhje për shkak se sot në kohën kur të rinjt më tepër lexojnë rrjetet sociale, arti të folurit ose arti poetik shumë pak është i pranishëm. Dhe prandaj kjo përmbledhje më falni ka një rëndësi të veçantë për t'i nxitur edhe kolegët tjerë t'i kthehen artit poetik, gjithsesi vargut për poezive të cilët do lindin, ne shpresojmë të lindin poet të rinj, që në një farë lloj mënyre do vazhdojnë atë rrugëtimin e poetëve bashkëkohor shqiptar. A mendoni se një vepër e tillë në fakt do t'i frymëzonte edhe studentat e tjerë? Jam shumë i bindur, sepse vetë prezenca e studentëve dhe këtu merrnin pjesë jo vetëm nga Fakulteti i Shkencave Humane, ku kemi 2 programe studimore, gjuhë dhe letërsi gjermane dhe gjuhë dhe letërsi angleze, por këtu merrnin pjesë edhe numër të madh të studentëve dhe nga drejtimet tjera. Domethënë interesimi është i madh, por kjo është një risi që ne duam të ofrojmë, sepse studentëve nëse nuk u ofron përmbledhje të tilla poetike dhe vargje të ndryshme, nuk mund të presim edhe ata edhe të tregojnë interesim. Dhe mendoj se kjo do jetë një nxitje, një frymëzim, një koksisht edhe një fillim edhe të poetëve të rinj të tjerë.
Albulena Dehari, recensuese e librit, vlerësoi se poezitë e saj dallohen për pastërtinë emocionale dhe për një thellësi shpirtërore që rrallë haset në moshë kaq të re. Melika, edhe pse një vajzë e re, por me një shpirt dhe me një zemër të madhe, unë padyshim që e vlerësoj me një notë maksimale shpirtin e saj poetik, pasi ajo sot përpara nesh solli poezi të cilat i ka shkruar me një frymëzim të veçantë, duke filluar nga ajo qenësia, brendësia emocionale e saj brenda, duke folur për dashurinë më të madhe prindërit, mandej duke kaluar tek dashuria për atë dheun, për tema sociale, pra një rrugëtim i saj i cili vazhdon me hapa shumë të qëndrueshëm. Po çfarë mendoni ndoshta që vlerëson këtë nga poetët e tjerë të rinj? Mendoj se guximi. Së pari edhe poetët e tjerë të rinj, të gjithë në fakt realisht të poetët e rinj, unë i veçoj si të guximshëm, se të marrësh të promovosh një libër, ta hedhësh mendimin tënd në letër dhe ta tregosh përpara të tjerëve, duhet një guxim. Edhe ky guxim e bën Melikën të veçantë dhe besoj që do të jetë e suksesshme edhe në titujt e tjerë, pasi besoj që vetëm ky është fillimi i saj. Po si e shihni evolucionin e talentit të autorës që nga fillimet e saj deri tek ky botem? Duke parë në poezitë e saj të mëhershme, padyshim që ato poezitë e para janë me strukturë normal, jo aq profesioniste, por duke shkruar më shumë, ti vetë brenda fillon të kesh një siguri, fillon të mësosh më mirë teknikat e të shkruarit dhe shoh që në gradualisht pra Melika po rritet si poete dhe kjo e bën atë edhe më të veçantë. Edhe vetë autoria Melika Rustemi në prononcimin e saj për emisionin ndau emocionet dhe procesin e saj krijues. Frymëzimi im për këtë libër ishte gjithmonë që nga mosha më e hershme dhe unë jam shumë krenare që kam arritur ta bëj një libër fal universitetit, fal dekanit dhe të gjithë profesorëve të tjerë. Sa kohë ju dash që të përfundoni këtë libër? Një libër është shumë e natyrshme që zgjat diku prej 2 deri në 3 vite. Mu më ka zgjat diku më shumë se 3 vite për ta bërë këtë libër dhe jam shumë krenare që kam shfrytzuar të gjithë kohën për ta mbijetuar këtë libër. Po cila është ndoshta poezia më e preferuar e juaja? Kam shumë poezi të preferuar. Shumicën i kam patriotik, ato janë më të preferuar e mia. Si lindi ideja në fakt për në frymën e qetësisë? Në frymën e qetësisë ishte aty ku unë gjeta qetësinë, më thonë në frymëzim. Frymëzohesha në qetësi, frymëzohesha në të gjitha pjesët ku unë isha natën vonë duke shkruar, duke menduar dhe duke ilustruar me shoqën time. Po cila ishte mbështetja më e madhe juaja? Mbështetja më e madhe, si gjithmonë, ishte nëna ime dhe babi im, po gjithashtu kisha familjen e gjerë, shoqërinë, rrethin e ngushtë dhe këto të tjerë. Gjatë promovimit, vepra u analizuan nga recensuesit Albulena Dehari dhe Makfire Shasivari, të cilat vlerësuan stilin e autores dhe mesazhin emocional që përçojnë për mbledhje poetike. Universiteti Nën Tereza dhe Fakulteti i Shkencave Humane thekson se organizime të tilla mbeten pjesë e misionit të tyre për promovimin e artit, kulturës dhe afrimimit të talenteve të rinj.